Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në vlog me mua. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Odeta Elezi dhe për të gjithë ju të tjerë që tashmë jeni familja ime prej disa vitesh, në fund arrita ta hap vlogu sërish, jam me telefon, me kamerën jam rrezitur për momentin, ose më saktë jo me kamerën, por me laptopin, por gjithsesi do ta gjej një zgjidhje shumë shpejt. Më në fund vendosa të xhiroj dhe nuk dua të them që do kemi vlog çdo ditë, por do mundohem të bëj shpesh vlog deri në fund të dhjetorit. Ka filluar të më pëlqej shumë ky vend këtu. Në fakt nuk është se e kam gjetur tani, kam një jetë që e di këtë vendin, por në verë kam frikë të vi këtu, sepse duke qenë se është edhe liçeni afër, edhe këtu ka barë, ka tendencën që të ketë shumë zvarranik, kështu që do ta shfrytëzoj gjatë dimrit sa të mundem. Ne kemi qenë edhe një ditë më përpara këtu me Roanin, kemi realizuar disa foto dhe erdhëm sërish sot sepse kishim për të prezantuar një Soggiolino që do t'ju tregoj tani. Kjo është Soggiolinoja jon. Këtu kam vendosur babyn tim prej kukulle deri në momentin sa të kem babyn prej vërteti. Po kam çuar Roanin tani për marrë një macchiato te lokali, sepse këtu është dhe një lokal shumë afër. Do ta shijoj për shefin tim, ndërkohë thash ta hapja vlogun, unë ndije do më thënë duket që jam shtatzan sepse më mbahet fryma. Po, dje kam bërë baklavan edhe jam stërlodhur, dhe them të drejtën. Sot e kemi ëmbëlsuar dhe e kemi lënë në shtëpi që të zbutet. E kam provuar, ishte bërë filmova dot edhe xhirova dot dje gjatë procesit të baklavas, sepse doja thjesht ta mbaroja, sepse e kam nisur pak vonë, ju them të drejtën, e kam nisur diku nga ora 3, por ja dola me sukses sepse në orën 5 e kisha përfunduar së trolluri dhe deri në orën 9:30, 10 ka qenë në pjekje. Dhe gjatë kohës që po bëja baklavan dje, më shkujtuar vetja ime ose mami më saktë kur ishim të vegjël dhe mami aso kohë e bënte me gratë lagjes, do më thënë me shoqet e veta, bëjshin diku te 3-4 gra, edhe një ditë trollnin tek shtëpia njërës, një ditë tek shtëpia tjetrës, edhe një dita niste kështu, vinte njëra nga këto, që supozoj që kishte dorën e mbarë për të zënë brumin, zinte brumin tek shtëpia jonë, që në orën 6, edhe pasi ikte ajo në shtëpi të vetë që të bënd disa punë shpejt e shpejt, mami do shtinte fasulle dhe do ndiste zjarë. Po. Edhe diku nga ora 7:30 duhet ta kishin nisur dhe rrinin gjatë gjithë kohës duke trollur gjithë ditën. Tani nuk e di, nuk e kuptoj se përse duhet të rrinin aq gjatë ato, apo ndoshta sepse bënin 3-4 baklava në ditë. Se dje po e mendoja që unë kam bërë diku të 3-4 orë dhe isha vetëm edhe e mbarova, përse ato rrinin gjithë ditën atëherë. Edhe këtë pjesën se sa baklava bën të mami nuk e mbaj mend. Tani dua thjesht të më vi kafja edhe ta shijoj. Koha është në mua sot pas ka diell. Do ju tregoj pak pamjen dhe ambientin se ku jam. Rreth e përqark. E ktheva kamerën këtej edhe e çova Roanin për të marrë macchiato, ndërkohë më ka marrë kakao. O mam, sa mërë unë, e bërë ai kakao. I ke thuaj, o xhaxhi, një macchiato, thuaj. Po, duhet të prapë në një mëzirë. Po do ikësh, unë s'dua kakao, dua macchiato. Po, një sa është. Ti e tikte, kjo është për ty, s'është për mua. Macchiato. Macchiato, merre këtë 1000 lekëshin. Macchiato i fashme. Nuk vetëm macchiato fa. Po nuk e dua kakao. A më dalë lekë. Të dalin, po së dollën, hajde merë pra. Do më thej kusur. Jo. Vlak, pa sheqer, merë dhe një sheqer kur të vish për vete, po deshë. Ka e vëshaj kotë. Kishtë shumë njerëz më prandaj.
nuk kanë faj sepse lokali është plot me njerëz, ndërkohë që unë dua kakao, shumë macchiato. Po vjen sërish Rani dhe këtë radhë më duket se ka marrë vërtet macchiato. Qa more këtë radhërë? Edhe këtë e bëri pak. Po sheqera I hodhi. Po, një hodhi. Edhe këtë e bëri pak. Po mirë s'ka gjë. Pyta shke mami? Okej, kjo po është macchiato. Mara dy. Ron, gje një shkopo, ma do të razojmë. I ka nedhur një sheqer. Po më duket sikur po kërkoj shumë nga jeta, po Ishte sheqer me bustila, nuk ishte kështu. I ka hedhur një sheqer dhe nuk e ka trazuar dhe nuk I ka dhënë as lug. Do me thënë e provova dhe ishte elëm. Ishte I ri. Ah, prandaj Oma, kishte veshur njerëz. ata po. Ai riu nuk e di që kafja duhet trazuar apo. Po mirë, ai shkajti se di këtë. Të gritë në të. Po kjo është shumë mirë. Po nuk e dua. Nuk ka bërë për... Apo ka lecë, më jep çorapet se mos harrojmë. Do I vëshën këto. Për zotin, do I vëshën. Janë roz. E ke para të videon që është kështu. Vëllën dorën kështu, pak shumë të disë me në të dorë. Edhe bëj ti? E bëj unë kështu. E ti më bën mua kështu. Ma iq dorën dhe pastaj mi e bibironin. E di, Do e bëjmë. Po. Po. Ku ta bëjmë? Këtu. Mirë. Jam në shtëpi njerëz, kemi diku te 2-3 orë, ndoshta që kam ardhur, por jam marrë me editimet e videove dhe kam postuar në të gjitha rrjetet e mia sociale. Dhe tani para se të ulesha kam provuar baklavan dhe është bërë me të vërtet shumë mirë. Edhe bëra shumë mirë që e bëra sepse isha me 100 mendje në fakt, por unë në situatën që jam shumë mirë mund ta kisha porositur ose mund të kisha paguar dikë që të ma bënte, por baklavan preferoj që ta bëj vetë çdo vit. Nuk e di, por vetëm ajo më hahet. Edhe jam e mendimit që ose ta bëj ose mos ta bëj, kështu që e bëra. Tani duhet të çohem edhe të nxjerr një lavatriçe me rroba sepse e kam futur para se të dilja. Normalisht ajo ka mbaruar tani, por përtoj aq shumë sa nuk e keni ide. Edhe realisht tani mbas dite bëhet shumë ftohtë dhe unë akoma nuk e kam ndezur kondicionerin. Por duhet të çohem. Dhe gjithashtu nuk kam bërë asgjë për darkë. Fondatinën e kam vendosur që në orën 1 të drekës edhe sa më gjatë rri, më mirë performon edhe është nga se Cosmetics. Nuk është se kam dritë shumë të mirë, por gjithsesi prit.
është momenti që të ndahemi për sot. Çunat e mi kanë dalë edhe unë do filloj të bëj gati darkën derisa të vinë ata, kështu që bashkë do shifemi nesër. Nesër në qytet kemi të ftuar Ylli Bakën edhe grup tjetër këngëtarësh që nuk e mbaj mend.